Data 23 gusht, 1 Samuelit, kapitulli 15. Pastaj Samueli i tha Saulit: Zoti më ka dërguar që të vajos mbret mbi popullin tënd, mbi Izraelin. Tani dëgjo fjalët e Zotit. Kështu thot Zoti i ushtrive: Unë do ta dënoj Amalekun për atë që i bëri Izraelit kur i preu rrugën ndërsa po dilte nga Egjipti. Tani shko, godit Amalekun dhe cakto shfarosjen e të gjitha gjërave që ai ka pa pasur fare mëshirë për të. Por vrit burra dhe gra, fëmijë dhe foshnja gjiri, lopë dhe deve dhe gomer. Sauli i thirri popullin dhe kaloi në parakalimin e Telaim, 200.000 këmsor dhe 10.000 njerëz të Judës. Sauli erdhi në qytetin e Amalekut dhe zuri prit në lugin. Pastaj Sauli u tha kenejve: Shkoni, tërhiquni, dilni jashtë Amalekitëve që të mos ju shkatërroj bashkë me ta, sepse ju u tregua të mëshirshëm me të gjithë bijtë e Izraelit kur po dilni nga Egjipti. Kështu kenejt u tërhoqën nga radhët e Amalekitëve. Sauli i mundi Amalekitët nga Havilahu deri në Shur, që ndodhet përballë Egjiptit. Ai e zuri të gjallë Agagun, mbretin e Amalekitëve, dhe vendosi shfarosjen e të gjithë popullit duke i vrarë me shpatë. Por Sauli dhe populli kursyen Agagun dhe pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve, të kafshëve të majme, të qengjave dhe të kafshëve më të mira, duke mos vendosur shkatërimin e tyre, por vendosën zhdukjen e tërë sendeve që ishin të një cilësie të dobët dhe pas një vlerë. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Samuelit duke i thënë: Unë jam penduar që e kam bërë Saulin mbret, sepse ai është larguar nga unë dhe nuk ka zbatuar urdhrat e mia. Sauli u trishtua dhe i klithi tërë natën Zotit. Në mëngjes herët Samueli u ngrit për t'i dalë përpara Saulit, por erdhën t'i thonë Samuelit: Sauli ka shkuar në Karmel dhe i ka ngritur vetes një monument, pastaj është kthyer duke kaluar tutje dhe ka zbritur në Gilgal. Atëherë Samueli shkoi te Sauli dhe ky i tha: Qofsha i bekuar nga Zoti, unë kam zbatuar urdhrin e Zotit. Por Samueli tha: Ç'është kjo blegërim dhensh që më vjen në vesh, dhe kjo pollitje lopësh që po dëgjoj? Sauli u përgjigj: Këto janë kafshët që ua kemi marrë Amalekitëve, sepse populli kurse u pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve për t'i ofruar si flijime Zotit Perëndis tënd, por pjesën tjetër e kemi caktuar të shfaroset. Atëherë Samueli tha Saulit: Mjaft. Unë do të tregoj atë që më tha Zoti sonte. Sauli tha: Fol. Kështu Samueli tha: A nuk është vallë e vërtet që kur ishe i vogël në sytë e tu, ishe bërë kreu i fiseve të Izraelit dhe që Zoti të ka vajosur mbret të Izraelit? Zoti të kishte ngarkuar një mision duke thënë: Shko, vendos shfarosjen e mëkatarëve Amalekit dhe lufto kundër tyre derisa të shfarosen. Pse pra nuk u bindë zërit të Zotit, por u hodhe mbi plaçkën dhe bëra atë që është e keqe në sytë e Zotit? Sauli tha Samuelit: Por unë ju binda zërit të Zotit. Plotsova misionin që Zoti më kishte ngarkuar, solla Agagun, mbretin e Amalekut, dhe caktova për shfarosje Amalekitët. Por populli mori gjërat më të mira që duhet të ishin shfarosur për t'i bërë flijime Zotit Perëndis tënd në Gilgal. Samueli tha: Ndoshta i pëlqejnë Zotit holokaustet dhe flijimet si bindje ndaj zërit të Zotit? Ja, bindja është më e mirë se flijimi, dhe të dëgjosh me kujdes është më mirë se dhjami i deshve. Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe kryenësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake. Duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret. Atëherë Sauli tha Samuelit: Kam mëkatuar sepse kam shkelur urdhrin e Zotit dhe fjalët e tua, dhe kjo sepse kisha frikë nga populli dhe dëgjova zërin e tij. Por tani të lutem falma mëkatin tim dhe kthehu me mua, që unë të mund të bie përmbys para Zotit. Por Samueli u përgjigj Saulit: Unë nuk do të kthehem me ty sepse ke hedhur poshtë fjalën e Zotit dhe Zoti ka hedhur poshtë ty që ti të mos jesh më mbret mbi Izraelin. Ndërsa Samueli po kthehej për të ikur, Sauli i kapi skajin e mantelit të tij që u gris. Atëherë Samueli i tha: Zoti hoqi sot nga duart e tua mbretërinë e Izraelit dhe ja dha një tjetri që është më i mirë se ti. Lavdia e Izraelit nuk do të gënjej dhe nuk do të pendohet, sepse ai nuk është njeri që të pendohet. Atëherë Sauli tha: Kam mëkatuar, por tani më ndero të lutem para pleqjve të popullit tim dhe përpara Izraelit. Kthehu me mua që të bie përmbys përpara Zotit Perëndis tënd. Kështu Samueli u kthye me Saulin dhe Sauli ra përmbys përpara Zotit. Pastaj Samueli tha: Më sillni Agagun, mbretin e Amalekitëve. Agagu shkoi tek ai me qef. Agagu thoshte: Me siguri hidhërimi i vdekjes ka kaluar. Samueli tha: Ashtu si shpata jote i la pa fëmijë gratë, kështu edhe nëna jote do të mbetet pa të biri midis grave.
Pastaj Samueli e preu cop Agagun përpara Zotit në Gilgal. Pastaj Samueli shkoi në Ramah dhe Sauli shkoi në shtëpinë e tij në Gibeahun e tij. Samueli nuk shkoi për ta parë më Saulin deri ditën e vdekjes së tij, sepse Samueli mbante zi për Saulin dhe Zoti u pendua që e kishte bërë Saulin mbret të Izraelit. Romakëve, kapitulli 13. Çdo njeri leti nënshtrohet pushteteve të sipërme, sepse nuk ka pushtet përveç se prej Perëndis, dhe pushtetet që janë saktuar nga Perëndia. Prandaj ai që i kundërvihet pushtetit i kundërvihet urdhrit të Perëndis, dhe ata që i kundërvihen do të marrin dënim mbi veten e tyre, sepse e prorët s'ke pse ti kesh frikë për vepra të mira, por për të këqijat. A do pra të mos i kesh frikë pushtetit? Bëj të mirën dhe do të kesh lavdërim nga ai, sepse është shërbenjës i Perëndis për të mirën tënde. Por po të bësh të keqen druaj, sepse nuk e mban kot shpatën, sepse ai është shërbenjës i Perëndis, hakmarrës për të ushtruar zemërim kundër atij që bën të keqen. Prandaj është e nevojshme ti nënshtroheni, jo vetëm për shkak të zemërimit, por edhe për shkak të ndërgjegjës, sepse prandaj paguani edhe tatimet, sepse ata janë shërbëtorë të Perëndis që i kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. Jepuni pra të gjithëve detyrimet, tatimin atij që i takon tatimi, doganën atij që i takon dogana, frikën atij që i takon frika dhe nderimin atij që i takon nderimi. Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin ka përmbushur ligjin. Sepse kjo, mos shkel kuror, mos vrit, mos vidh, mos thuaj dëshmi të rreme, mos lakmo dhe në pas ndonjë urdhërim tjetër përmblidhet në këtë fjali: duaja të afërmin tënd si vetveten. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Dashuria pra është përmbushja e ligjit, dhe këtë aq më shumë duhet ta bëjmë duke ditur kohën, sepse tani më erdhi ora të ngrihemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Nata u thye dhe dita u afrua. Le të heqim pra veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës. Le të ecim me ndershmëri si ditën, jo në orgji dhe në dehje, jo në imoralitet dhe në shturje, jo në grindje e në smir, por vishni Zotin Jezus Krisht dhe mos u kujdesni për mishin që t'i plotësoni epshet. Jeremia, kapitulli 52. Sedekia ishte 21 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi në Jeruzalem 11 vjet. Ëma quhej Hamutal, e bija e Jeremias nga Libnahu. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit në të gjitha gjërat, ashtu si kishte bërë Jehojakimi. Kjo ndodhi në Jeruzalem dhe në Judë për shkak të zemërimit të Zotit që më në fundi të boi nga prania e tij. Pastaj Sedekia ngriti krye kundër mbretit të Babilonisë. Në vitin e 9 të mbretërimit të tij, në muajin e 10, më 10 të muajt, Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, erdhi me gjithë ushtrinë e tij kundër Jeruzalemit, fushoi kundër tij dhe ndërtoi rreth e rrotull ledha. Kështu qyteti mbeti i rrethuar deri në vitin e 11 të mbretit Sedekia. Në muajin e 4, më 9 të muajt, uria ishte aq e rëndë në qytet saqë nuk kishte më bukë për popullin e vendit. Atëherë u hap një çar në mure dhe të gjithë luftëtarët ikën duke dalë natën nga qyteti në përportën midis dy mureve, e cila ndodhej pranë kopshtit të mbretit, megjithse kaldeasit ishin rreth qytetit. Kështu ata morën rrugën e Arabahut. Por ushtria e kaldeasve ndoqi mbretin, e arriti Sedekia në fushën e Jerikos, ndërsa tërë ushtria e tij po shpërndahej larg tij. Kështu ata zunë mbretin dhe e quan në Riblah në vendin e Hamathit, te mbreti i Babilonisë që shqiptoi vendimin kundër tij. Mbreti i Babilonisë vrau pastaj bijtë e Sedekias para syve të tij dhe vrau gjithashtu tërë princat e Judës në Riblah. Pastaj i nxori syt Sedekias. Mbreti i Babilonisë e lidhi me pranga prej bronzi, e çoi në Babiloni dhe e futi në burg deri ditën e vdekjes së tij. Muajin e 5, më 10 të muajit, që ishte viti i 11 i Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë, Nebuzaradani, komandanti turprojës të shërbim të mbretit të Babilonisë, arriti në Jeruzalem. Ai dogji shtëpinë e Zotit dhe shtëpinë e mbretit, dhe u vuri flakën tërë shtëpive të Jeruzalemit dhe tërë shtëpive të fisnikëve. Tërë ushtria e kaldeasve që ishte me komandantin e rojeve rrëzoi të gjitha muret rreth e qark i Jeruzalemit. Pastaj Nebuzaradani, komandanti i rojeve, internoi një pjesë të më të varfërve të popullit, pjesën e popullit që kishte mbetur në qytet,
dezertorët që kishin kaluar në shërbim të mbretit të Babilonisë dhe mbetjen e popullsisë. Por Nebuzaradani, komandanti i rojeve, la disa nga më të varfrit e vendit të punojnë vreshtat dhe arët. Kaldeasit e coptuan shtyllat prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit, qerret dhe detin prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit dhe e quan bronzin në Babiloni. Ata morën edhe tiganët, kunjat, thikat, legenët, kupat dhe të gjitha veglat prej bronzi që përdoreshin në shërbimin e tempullit. Komandanti i rojes mori gjithashtu kupat, mangallët, legenët, shandanët, tasat dhe kupat, arin e sende që ishin prej arit të kulluar dhe argjendin e kulluar. Sa për 2 kolonat, për detin dhe për 12 qetë prej bronzi që ishin poshtë tij dhe për qerret që Salomoni kishte bërë për shtëpinë e Zotit, bronzi i tërë këtyre sendeve kishte një peshë që nuk mund të llogaritej. Për sa u përket shtyllave, lartësia e një shtylle ishte 18 kubit dhe duhej një fill prej 12 kubitësh për të matur rrethin e tyre. Trashësia e saj ishte 4 gishtrinj, nga brenda ishte bosh. Mbi të ngrihej një kapitel prej bronzi, lartësia e një kapiteli ishte 5 kubit. Rreth e qark kapitelit kishte një rjetës dhe disa sheg, të gjitha prej bronzi. Shtylla tjetër me sheg ishte e një llojit me të. Rreth e qark kishte 96 sheg dhe tërë shegët rrotull rjetësës arrinin në 100. Komandanti i rojes mori Serajahun, kryepriftin, Safonian, priftin e dytë dhe 3 rojtarët e portës. Nga qyteti ai mori dhe një unuk që komandonte luftëtarët, 7 burra ndër këshilltarët personal të mbretit që u gjetën në qytet, sekretarin e komandantit të ushtrisë që rekrutonte popullin e vendit dhe 60 burra nga populli i vendit që u gjetën në qytet. Kështu, Nebuzaradani, komandanti i rojeve, i mori dhe i çoi te mbreti i Babilonisë në Riblah. Dhe mbreti i Babilonisë i vrau në Riblah në vendin e Hamathit. Kështu Juda u qua në robëri larg vendit të tij. Ky është populli që Nebukadnecari internoi vitin e 7, 3023 judej. Në vitin e 18 të Nebukadnecarit u shpërngulen nga Jeruzalemi 832 veta. Në vitin e 23 të Nebukadnecarit, Nebuzaradani, komandanti i rojes, internoi 745 judej, gjithsej 4600 veta. Në vitin e 37 të robërisë e Jehojakimit, mbretit të Judës, në muajin e 12, më 5 të muajit, Evil Merodaku, mbreti i Babilonisë, vitin e parë të mbretërisë së tij, e fali Jehojakimin, mbretin e Judës, dhe e nxori atë nga burgu. I foli me dashamirësi dhe vendosi ndencën e tij mbi ato të mbretërve që ishin me të në Babiloni. Kështu Jehojakimi i ndërroi rrobat e robërisë së tij dhe hëngri gjithnjë bukë në praninë të mbretit tërë ditët e jetës së tij. Për ushqimin e tij jepej rregullisht një racion ushqimi nga ana e mbretit të Babilonisë, pjesë çdo ditë, deri ditën e vdekjes së tij, tërë ditët e jetës së tij. Psalmi 31. Gjeta strehtë ti o Zot, bëj që unë të mos ngatrohem kurrë. Çlirohem për drejtësinë tënde. Ma vërveshin. Nxitot më çlirosh. Bëhu për mua një kështjellë e fortë dhe një vend i fortifikuar që të më shpëtosh. Sepse ti je kështjella ime dhe kalaja ime. Për hir të emrit tënd më udhëhiq dhe trego më udhën. Nxirr më jashtë rrjetës që më kanë ngritur fshehurazi, sepse ti je kështjella ime. Në duart e tua unë besoj frymën time. Ti më shpengova o Zot, Perëndisë së vërtetës. Unë njohrej ata që kanë dëshirë për të dukur, por kanë besim te Zoti. Unë do të ngazëllej dhe do të kënaqem me mirësinë tënde, sepse ti ke parë pikëllimin tim dhe i ke kuptuar ankthët e shpirtit tim, dhe nuk më dorëzove në duart e armikut, por mi vure këmbët në një vend të gjerë. Ki mëshirë për mua o Zot, sepse jam në ankth. Syri im, shpirti im dhe të përbrendshmet e mia po treten nga dhembja, sepse jeta ime po mpaket nga pikëllimi dhe vitet e mia nga të qarat. Forca ime po mpaket për shkak të mëkatit tim dhe kockat e mia po treten. Jam bërë një turp për tërë armiqtë e mi, veçanërisht për të afërmit e mi dhe një tmerr për të njohurit e mi. Ata që më shohin rrugës ikin larg meje. Zemra e tyre më ka harruar si të isha një njeri i vdekur, i përngjaj një vazoje të thyer. Sepse dëgjoj shpifjet e shumë njerëzve, rreth e qark sundon tmerri, ndërsa ata këshillohen midis tyre kundër meje dhe kurdisin komplote për të më zhdukur. Por unë kam besim te ti o Zot. Kam thënë ti e Perëndia im. Ditët e mia janë në dorën tënde, çlirohem nga duart e armiqve të mi
dhe të atyre që më përndjekin. Bëj që të shkëlqej fytyra jote mbi shërbëtorin tënd, shpëton për hir të mirësisë sate. O Zot, bëj që unë të mos jemi përshtjelluar, pse të kam kërkuar, u përshtjellofshin pabeset dhe rëngjin e heshtje në Sheol. Mbeqin pa fjalë buzët gënjeshtare që flasin pa turp kundër të drejtit me mendje madhësi dhe përçmim. Sa e madhe është mirësia jote që ti u rezervon atyre që kanë frikë nga ti dhe që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë stret e ti. Ti fsheh në stren e fshehet të pranisë sate nga grackat e njerëzve, ti rua në një çadër të mbrojtur nga grindjet me fjalë. Qofti bekuar Zoti sepse më është treguar shumë dashamirës, duke më vendosur si në një vend të fortifikuar. Kurse unë, në hutimin tim thoshja, më kanë larguar nga prania jote, por ti dëgjove zërin e lutjeve të mia kur të klitha ty. Duajeni Zotin ju gjithë shenjtorët e tij, Zoti i mbron besnikët dhe i shpaguan gjerësisht ata që veprojnë me kryel lartësi. Qofshit fort, mbar ju që shpresoni te Zoti, dhe ai do ta bëjë të patundur zemrën tuaj.